Fillimisht, në një tigan shtojmë 200 gram susam. Në zjarr mesatar, vazhdojmë që ta skuqim susamin diku parafërsisht 5 deri në 7 minuta, derisa të na merr një ngjyrë të artë dhe të kuqrëmt. Por ju lutem qëndroni afër dhe përzijeni kështu që mos të ngjitet. Susamin e kam skuqur fiks për 7 minuta, derisa këta ka marrë këtë ngjyrën e artë. Tani menjëherë e largojmë nga zjarri. Largojmë susamin anësh dhe vazhdojmë që ta përgatisim brumin. Në një enë më të thellë vazhdojmë dhe shtojmë 2 vezë të plota. Tani tek vezët do të shtojmë një gotë të ujit me kos. Gotën të cilën unë po e përdor është 250 ml dhe kosi është në ambient dhume. Mos e përdorni nga frigoriferi. Në të njëjtën sasi do të shtojmë edhe vaj, një gotë prej 250 ml me vaj. Tani vazhdojmë që brenda tek brumi të shtojmë 1 lugë çaji me soda bikarbona. Ta shtojmë soda bikarbonën, do të shtojmë edhe disa pika limon. Limoni do ndihmon që soda bikarbona të aktivizohet më mirë tek brumi. Përzijem tani mirë derisa këto përbërës që i shtuam brenda në lidhen dhe të na bëhen bashkë. Vazhdojmë të shtojmë mielin. Mielin, si gjithmonë, do ta shtojmë pak nga pak dhe duke kontrolluar. Do të na duhen diku parafërsisht 600 deri në 700 gram miell për ta formuar brumin e këtyre simitëve. Pasi shtojmë miell, vazhdojmë shtojmë edhe një pako pluhur për pjekje dhe mos të harrojmë që ta shtojmë edhe një lugë të mesme me kryp. Tani vazhdojmë me dorë, duke ngjeshur, duke përzier mirë, derisa të formojmë një brum mesatarisht të butë dhe të lëmuar. Mos e forconi shumë, për atë arsye është më mirë që mielin ta shtoni pak nga pak. Brumi është gati, e kam ngjeshur mirë dhe e marrim menjëherë në tavolinën e punës për ta ndarë në kuleç më të vegjël. Ky brum nuk ka nevojë të pushoj fare, pra përgatiten menjëherë. Vazhdojmë tani brumin ta ndajmë në pjesë më të vogla. Do ta ndaj një herë në dysh që ta kem më të lehtë për t'i formuar tani pjesë. Nuk do t'i bëjmë edhe shumë të vogla, por jo edhe shumë të mëdha, dikun mesatare. Tani që i kemi ndarë në pjesë më të vogla, vazhdojmë dhe i ngjeshim pak. Nuk shtojmë fare miell tek tavolina e punës, vetëm i lëmojmë lehtë që të mund t'ja japim formën më mirë. Pasi i lëmojmë gjitha, tani kthehemi dhe i marrim dhe i punojmë edhe një herë. Vazhdojmë kështu lehtë me duar që t'i hapim në këtë mënyrë, duke i bërë të holla dhe të gjata. Dhe vazhdojmë i mbushim. Unë për mbushje po përdor kashkavall. Kashkavallin thjesht e kam shtypur kështu. Dhe tani vazhdojmë i mbyllim që mos të na del kashkavalli jashtë pasi që të pjekjen. I rrotullojmë nga ana tjetër, i lëmojmë kështu dhe i largojmë anësh një herë. Vazhdojmë në të njëjtën mënyrë, i përgatisim gjitha dhe pastaj vazhdojmë dhe i lyejmë. Pasi i përgatisim gjitha dhe i mbushim, vazhdojmë që ta përgatisim lyerjen. Unë lyerjen do ta bëj me pekmez. Por nëse nuk keni pekmez, mund ta zëvendësoni me mjalt, nëse keni dëshirë që hepni atë shijen e ëmbël, por mund ta zëvendësoni edhe vetëm me ujë, pra thjesht sa t'i zhytni aty simitat që të ngjitet susami. Unë po përdor pekmez, dikun 3-4 lugë gjelle. Tek pekmezi shtojmë pak ujë që ta tretim dhe përzijem mirë. Tani i afrojmë afër vetes edhe susamin. Fillimisht simitët nga ana e sipërme i zhysim në pekmez. Menjëherë vazhdojmë që t'i lyejmë me susam në këtë mënyrë. Vazhdojmë i lyejmë në të njëjtën mënyrë derisa të përfundojmë me të gjitha, duke i lyer një herë në pekmez, pastaj në susam. Në total kam fituar 12 simit, por 2 të tjera më kanë mbetur në një tepsi tjetër, sepse këtu kisha vend vetëm për 10. Tani marrim një thik të sprehtë që ta bëjmë një prerje të lehtë. Në mes vazhdojmë dhe e bëjmë nga një hapje me thik. Kjo hapja do të vrehet pasi që të pjekjen, por mundohuni që ta bëni sa më thellë.
Tani vazhdojmë me një herë që t'i pjekim. Fura është e parangrohur mirë në 220 gradë, do t'i pjekim ashtu dikum për afërsisht 20 deri në 25 minuta, derisa t'na fryhen mirë dhe të shohim që kanë marrë një ngjyrë të kuqërantë. Simitët janë gati, janë pjekur, vetëm sa i kam larguar nga fura dhe tani mund t'a vrini pse e bëm atë prerjen në mes para pjekjes. Në këtë mënyrë kashkavalli do na del sipër dhe të t'i bëj që duken edhe më të bukura në pamje. Presim dikon 10 minuta që të ftohen pak, vazhdojmë shërbim dhe do t'ju demonstroj edhe një nga afër.